Mirëmbrëma të gjithë shqiptarëve kudo që ndodhen në Shqipëri dhe jashtë saj. Sot në studio për ju ndodhet profesor doktor Filip Rugjo, sekretari i financave të Qeverisë Teknike, i cili sot do të na shpalos programin e politikave financiare të Qeverisë Teknike Shpresa Demokrate. Atëre profesor, pyetja e parë për ju sot është: a është e nevojshme një reformë fiskale në Shqipëri? Nëse po, si do të jetë ajo reformë? Përshëndetje të gjithëve, faleminderit për pyetjen. Përpara se ti përgjigjem kësaj pyetjeje, dëshiroj të ilustroj me një grafik që të kuptojmë të gjithë në thellësi përse është e nevojshme një reformë fiskale. Le të referohemi këtij grafikut, i cili është një instrument ekonomiko-financiar që përdoret nga neve ekonomistët dhe nga qeveritë të gjitha shtetëve, dhe është pjesë e Our World in Data, të dhënat tona globale, ku referohet për çdo shtet, për çdo shoqëri, dhe ky quhet palmareshjo, i cili mat pabarazit sociale dhe pabarazit ekonomike të një shoqërie, të një popullsie. Ky instrument ekonomiko-financiar, krahas të tjerave, është më i besueshëm dhe është pjesë edhe objektivave, strategjive të objektivave globale të dekadës së re që kemi hyrë 2020-2030, ku tregon sa pabarazi në shpërndarjen e të ardhura ke brenda një shoqëri dhe çfarë duhet të ndërmirret me qëllim që të ekuilibrojnë. Neve si shoqëri, të gjitha shoqëritë, kemi dallime në të ardhura mes nesh, sepse të gjithë kemi një formim ndryshe nga njëri tjetri. Dikush është në sipërmarrje, dikush ka studiuar dhe është zyrtar në një institucion, dikush është punonjës, dikush punëtor, dikush mjeshtër, dikush pensionist. Pra, të gjithë kemi një formim ndryshe dhe automatikisht pranojmë që edhe pasuria jon, edhe produkti jon, krijimtaria jon është ndryshe. Dhe kemi një nivel të ardhurave ndryshe që ne balancojmë si shoqëri, pranojmë dallimet në të ardhura. Dhe ky raport na tregon se si shoqëria ndahet në 3 klasa shoqërore të popullsisë. Popullsia me të ardhurat e larta, që është 10% e popullsisë, shtresa tjetër popullsia e mesme, 50% e popullsisë, dhe pjesa tjetër është 40% e popullsisë me të ardhurat e ulta. Mes nesh të 3 këto grup klasa shoqërore, kemi rishpërndarjet e të ardhura pasuri ndryshe. Në mënyrë që shoqëria jon të ekuilibrojë, ky raport na tregon që duhet të jetë totali këtij raportit barazi me 1, që studiojmë neve ekonomistët. Duke parë këtë grafikun këtu, në pothuajse në 3 dekadat, na tregon që ky raport palmareshjo na rezulton më shumë se 3. Pra, nuk është rezultati 1, ku ne kemi një barazi, një pabarazi të ekuilibruar, ku shoqëria jon është e qëndrueshme. Këtu na rezulton që numri është 3. Numri 3 do të thotë që 10% i shtresës e popullsisë me të ardhura më të larta zotëron pasuri 3 fish më shumë sa pasuria e 40% e popullsisë me të ardhurat e ulta. Pra, këtu kemi një pabarazi të thellë ekonomiko-financiare në të ardhura të shoqërisë tonë. Dhe për ta treguar më ky ishte burimi të dhënave, më saktë do ta kalojmë në grafikun e radhës, në piramidë, që duket më e zbërthyer, më e kuptueshme. Pra, burimin e të dhënave e pam te grafiku i parë, në 3 dekada si tregonte që thellohej pabarazia në të ardhura në shoqërinë tonë, nga politikat fiskale, ekonomiko-financiare që janë aplikuar në këto 3 dekada, pavarësisht cilës do qeveri, tregon që është thelluar pabarazia në të ardhura në shoqërinë tonë. Dhe bazuar në këtë palmareshjo, instrumentin ekonomiko-financiar që ne përdorim ekonomistët dhe çdo shtet për të kuptuar, për të ndërhyrë me politika në përmirësim, na tregon që nëse kemi 3 shtresa, 10% e popullsisë shqiptare me të ardhurat larta, ose mund të themi më të pasurit, zotërojnë 3 fish pasuri në të ardhura,
se sa 20% që popullsisë me të ardhurat e ulta. Pra, vetëm duke parë këtë instrument ekonomiko-financiar që referohet çdo ekonomist, çdo qeveri globale, neve na faktohet që pabarazia në shpërndarjen e të ardhurave në Shqipëri është e thellë. Kemi një pabarazi të thellë. Pse e masim për garancia që ka ky raport Palmaresho? Ky na tregon nëse nuk është ekuilibruar shoqëria jonë, baraz me një, që është pabarazi që ne e pranojmë mes nesh, mbi një, dhe këtu është e thelluar, është trefish pasuria të pasurve nga shtresa me të ardhurat e ulta, rrezikojmë të jetë burim i konflikteve shoqërore dhe i krizave shoqërore. Pra, kjo analizë është përgjigjja ime në pyetjen tuaj, nëse shoqëria jonë, nëse shteti jonë, nëse Shqipëria ka nevojë për një reformë të thellë në sistemin tatimor financiar, përgjigjja është nëpërmjet kësaj analize është e domosdoshme, sepse politika dhe strategjitë ekonomiko-financiare tatimore në këto 3 dekada kanë krijuar pabarazi të thella në të ardhura në shtresën e popullsisë tonë, me rrezik të bëhet burim i shumë problemeve dhe i krizave shoqërore. Prandaj urgjentisht duhet të ndërhyjmë me politika tatimore fiskale të reja. Okej, atëherë pyetja tjetër profesor është, çfarë skeme fiskale do të përdoret mbi tatimin në të ardhurat personale nga paga? Kjo analizë e piramides që na tregon që 20% që popullsisë është trefish më i varfër se 10% që i popullsisë me të ardhurat larta, na tregon që është e domosdoshme të ndërhyjmë, se kjo të udhëzon edhe për politika sociale fiskale. Palmaresho është instrument për të hartuar strategjitë ekonomiko-financiare të një vendi. Duke parë këtë pabarazi të thellë në të ardhurave, si mund ta ekuilibrojmë? Na tregon qartë që 20% që popullsisë me të ardhurat të ulta duhet të rritin të ardhurat. Pra si mund të rritim të ardhurat? Do të rrisim pagat, që është pjesë edhe programit tonë në qeverisë teknike. Pra këtu duhet të rrisim të ardhurat e popullsisë me të ardhurat e ulta, dhe në shtresën e popullsisë me të ardhurat të larta duhet të rrisim tatimin, me qëllim që të ekuilibrojmë të sjellim raportin Palma barazi me një. Dhe kalojmë te grafiku i radhës, që na tregon që të ardhurat, cilat do jenë skema e pagave që duhet aplikohen nga qeveria e re teknike, po e demonstrojmë këtu që niveli të ardhura bazuar në pagat, në rrogat, do të jetë një skem e tillë në programin e qeverisë tonë, duke filluar me të ardhura vjetore nga paga, nga 0 deri në $20.600, do kenë 0 taksa, nuk do të atohen. Pastaj, nga diferenca shkallë e përshkallëzuar, nga 20.000 në 27.000 do kenë 6% taks vetëm për diferencën. Deri në 20.000 janë pa taks. Mbi 20.000 fillon tatimi, deri në 27 në 6%. 27.000 në 75.000 9% dhe kështu e përshkallëzuar me radhë. Kjo skem do ofroj dhe pensione bazë neto 600 euro në muaj për pensionistët. Dhe pensioni do rritet çdo vit me 2% për të mbuluar efektin e rritjes së çmimeve nga inflacioni. Pensioni do jetë neto dhe do ketë edhe një shtesë mujore 150 euro në muaj për të gjithë pensionistët, që do paguhet me një kartë nga institucioni i sigurimeve vetëm për të bler ushqime të shportës bazë. Pra, pensionistët në këtë skem do kenë 600 euro neto në muaj, plus 150 euro për ushqimet e tyre. Për herë të parë, do lançojmë pagën minimale me orë, e cila do të paguhet $7 në orë. Me këtë nismë do të mundësojmë, për shembull, të rinjve, studentëve që paralel me studimet e tyre, të mund të punojnë ose dikush që do të angazhojë dikë me ditë pune, ose me orë pune. Pra për herë të parë do lançojmë edhe pagë minimale $7 në orë, që dikush do angazhohet duke punuar me orë dhe me ditë, dhe kjo pagë do paguhet në baza javore. Për shembull, një restoran ose një kafeteri punëson një student për 3 ditë, ka nevojë, ose një punëtor.
do ta paguaj në fund të javës për ato 3 ditë për $7 në orë që i takon si pagë minimale. Kjo pagë minimale, $7 në orë, na gjeneron një pagë mujore rreth $1.200, që do të thotë edhe pagat minimale në Shqipëri do variojnë rreth $1.200 dhe janë pjesë e skemes ku do kenë zero tatim. Nga kjo skem e të ardhurave mujore vjetore mbi pagat, qeveria për kategorinë e për hoxhat edhe prifterinjt, edhe ata do të përfitojnë edhe një pension dhe sigurime shëndetësore falas nga shteti. Pra, përveç pensionistëve, edhe hoxhat, edhe prifterinjt do të përfitojnë një pension falas dhe sigurime shëndetësore falas nga shteti. Pra, kjo do jetë skema re të ardhurave të të punësuarve në Shqipëri nga zbatimi i programit të qeverisë teknike në të ardhme e përshkallëzuar. Besojmë është një skem e drejtë, e cila garanton një rrogë, një pagë dhe të ardhura të denja për qytetarët dhe pensionistët për të jetuar denjësisht. Çfarë do të thotë pagë e denjë? Pagë e denjë do të thotë që të mbulohen të gjitha shpenzimet dhe të mundësohet punonjësit ose pensionistit të ketë edhe një tepritës të vogël, 20 deri 30% të ardhurave të tyre, të cilat munden edhe të investojnë. Të investojnë për shembull në blerjen e aksioneve, të investojnë në blerjen e një patundshmërie me keste, të investojnë në një zhvillim personal, në një udhëtim. Pra, jo vetëm të mbulojnë shpenzimet e tyre, bazë për jetesë të denjë, por edhe të kenë edhe një tepritës që o mundëson edhe të kenë investime kapitale. Dëshiroj të qëndroj këtu tek rrogat të pagat, për nga rëndësia që kanë. Dëshiroj të theksoj si profesor i ekonomisë që paga duhet përqasur nga sipërmarrja si një investim dhe jo si shpenzim. Sepse na rezulton edhe në literaturë dhe është fakt, është vërtet që nëpërmjet pagës njeriu nuk pasurohet. Njeriu pasurohet nëpërmjet sipërmarrjes, aktiviteteve ekstra. Pra, duke ditur që nëpërmjet pagës është vështirë të pasurohet, çfarë do lloj page njeriu zotron, atë e shpenzon për të jetuar denjësisht. Pra, niveli i pagës për një jetesë të denjë dhe me një tepritës për investim i kthehet totalisht 100% ekonomisë. Prandaj dhe është momenti të ndrojmë edhe perceptimin e përqasjes mbi pagën e punonjësve dhe të fillojmë ta konsiderojmë sipërmarrja dhe bizneset që nuk është një shpenzim, punonjësi nuk është shpenzim, por është një investim, është një aset për kompaninë. Duke punësuar njerëz të aftë të kualifikuar, ata kontribuojnë në rritjen e performancës së sipërmarrjes të biznesit, që gjeneron më shumë të ardhura përfitim për sipërmarrësin. Disa shtete, për shembull në Amerikë, punonjësit e tyre shtojnë vlerën e kompaninë, krijojnë një reputacion, një siguri. Pra, është koha edhe neve ta përqasim pagën, rrogën, jo si një shpenzim, por një si investim, motivim për të rritur performancën e biznesit. Pra, sipërmarrësit, këtë skem të pagave nuk duhet ta shikojnë si një kosto ekstra. Përkundrazi, duhet ta shikojnë si një e ardhur e cila do të kthehet përsëri në sipërmarrje, sepse punonjësit do ta shpenzojnë gjithë të ardhurat. Rroga, sado që përfitohet, ajo shpenzohet në ekonomi. Harxojmë për të jetuar. Neve në politikën tonë fiskale, qeveria teknike e Shpresës Demokrate, do të përdorim një skem tatimore fiskale, duke kuptuar që është më së domosdoshme të ndryshojë kjo skem tatimore financiare në vendin tonë për shkak të analizës që bëm në fillim, na e tregoi raporti Palma që kemi pabarazitë të thella në shpërndarjen e të ardhurave. Ne do aplikojmë këtë reformë të re, e cila është një kombinim i reformës i politikave fiskale të Shtetit Bashkuara të Amerikës, federale dhe lokale, dhe një kombinim i politikave fiskale të shteteve evropiane, siç janë Gjermania dhe Austria, austro-gjermane, ku kanë praktikat më të mira që ne do t'i integrojmë në këtë program. E them këtë se na përkon dhe na ndërlidhet së bashku edhe me programin ton, i cili programi
kemi thënë, do jetë program sipas kushtetutës amerikane dhe ligjeve tregtare, ekonomiko-financiare amerikane. Pra, duke patur parasysh që do bazohemi në një kushtetutë dhe ligje tregtare financiare amerikane, edhe politika jonë fiskale do jetë ndërlidhur sipas politikave të tyre, po dhe me elemente integruar edhe nga politikat dhe programet financiare të shteteve të Gjermanisë dhe të Austrisë, nga vendet evropiane, si aleat tanë. Okej, profesor, atëherë pyetja e radhës do të jetë, do të ketë produkte me aksizë, sa parashikohen aksizat dhe cilat produkte do të parashikohen në këtë skemë tatimore? Para se të kalonim të aksiza, do dëshiroj të qëndronim përsëri pak tek skema pagave, nga që e sqaruam nivelin e të ardhurave dhe tatimin mbi të. Dëshiroj të kalojmë të skema e kontributeve shoqërore që na ndërlidhet me pagat, është slajdi i radhës, nëse mundemi këtu. Skema e kontributeve mbi pag. Neve prezantuam pagat dhe tatimin mbi pag. Tani le të tregojmë edhe skemen, të analizojmë çfarë kontributesh do paguajnë mbi pag i punësuari dhe çfarë punëdhënësi. Mbi skemen e kontributeve mbi pag, kemi përllogaritur 3.5% të kontributeve të punonjësit mbi pag, që do jenë kontribute për sigurime shoqërore pensionale, dhe 3.5% do jenë nga punëdhënësi. Në total, 7% do jenë kontributet shoqërore pensionale, mbi pag. Pjesa tjetër, 1% do jetë pagesë, taks, mbi sigurimet shëndetësore, për sigurimet shëndetësore. 1% e paguan punonjësi dhe 1% punëdhënësi, ose 1% punëmarrësi dhe 1% punëdhënësi. Në total 2%. Pra, total i kontributeve shoqërore dhe shëndetësore do jetë 9%, i paguar në mënyrë të barabartë 4.5% nga punëmarrësi dhe 4.5% nga punëdhënësi. Edhe skema e kontributeve mbi pag do jetë kjo shumë e qartë, e kalkulueshme, e barabartë për të dyja palët. Atëherë të dalim edhe një herë ke pyetja e radhës, sa parashikohet të jetë niveli i taksës në shitblerje të madhrave dhe shërbimeve për TBSH-n dhe a do të ketë përjashtime për këtë? Okej, taksa radhës, taksa TBSH ose taksa mbi shitjen e produkteve dhe shërbimeve. Për të analizuar më konkretisht, mund të kalojmë te grafiku radhës, po. Është një vendim shumë i guximshëm i qeverisë teknike, i Shpresës Demokrate, duke aplikuar thamë edhe politikat tatimore amerikane. Kemi marrë një vendim që TBSH-ja do të jetë vetëm 6% mbi çdo produkt dhe shërbim që shitet. Pra kemi një rënje drastike te nivelet e TBSH-s, që është për të nxitur aktivitetin tregtar. Dhe aktiviteti tregtar të deklarohet. Është një kontribut simbolik, minimal, krahasuar me atë që ekziston sot. Pra, TBSH-ja do të jetë 6% mbi çdo produkt dhe shërbim që do tregtohet, që do shitet. Kjo taksë të TBSH-s mblidhet nga shitësi me pakicë ose ofruesi i shërbimeve dhe u dërgohet autoriteteve derdhet në kontributet tatimore pranë drejtorive të tatimit në autoritetet shtetërore. Dhe për këtë TBSH do kemi përjashtime. Do ketë kategori që nuk do ta paguajnë 6% të TBSH-s, siç janë kategoria e ushqimeve, do jenë disa produkte bazë dhe shportes bazë në familje, ushqimet e cilat nuk do paguhen TBSH-ja, për shembull siç është buka, qumshti, e morë si shembull dhe të tjerë, të shportes bazë, ilaçet që nuk do të aplikohet 6% i TBSH-s, organizatat jo fitimprurëse, që nuk kanë synim fitimin, si dhe xhamit, kishat e të tjera që nuk kanë aktivitet fitimprurës. Pra këta do të përjashtohen nga pagesa e TBSH-s. Atëherë pyetjen tjetër të radhës do të kemi, profesor, a do të ketë produkte me aksizë, sa parashikohet aksiza dhe cilat produkte do të përfshihen në këtë skemë tatimore? Po, do të ketë aksizë, sikudo në shumë vendet ekonomi të botës,
edhe të ngjashme me skemen amerikane dhe austro-gjermane, do ketë akciz, po akciz të përballueshme, të drejtë dhe të logjikshme, që nxit zhvillimin dhe nxit sipërmarrjen dhe tregtinë. Kategoritë që do kenë akciz, duke filluar nga karburanti, alkooli, duhani, ku karburanti parashikohet të ketë 5 cent në litër akciz. 5 cent në litër, flasim me dollar. Kjo akciz, këto të ardhura, përdoren nga shteti për ndërtimin e autostradave, rrugëve e të tjera në infrastrukturë. Do të ketë akciz të alkooli, që do varjoj shparapar nga 1 deri në 2 dollar në litër. Alkooli prodhimi vendor do ketë akciz më të ulët se sa alkooli importit, prandaj dhe do varjon nga 1 deri në 2 litër, varësisht nga është prejardhja e alkoolit. Alkooli prodhimi vendor do të mbështetet me më pak akciz dhe akciza më lartë do jetë në produktet e importit. Duhani do ketë akciz, ku parashikohet duke marrë parasysh edhe jemi në epokën e iniciativave kundër duhanit, për mbrojtjen e mjedisit dhe të shëndetit në radhë parë dhe të mjedisit, ku duhani si produkt tatohet, konsiderohet një produkt luksi, edhe tek neve do ketë një akciz ekstra, e cila parashikohet të varjojë nga 1 deri në 2 dollar në paket. Gjithashtu do ketë akciz tek udhëtimet, biletat e udhëtimeve, 5% të çmimit total të biletës. Do ketë akciz 10 deri në 11% për armët, për shembull se janë gjyhtarët, janë njerëzit që kanë armë me leje, çifte dhe të tjera. Ato do jenë të deklaruara, nuk lejohen përdorim në publik, ato do të jenë me leje në përdorim. Pra kushdo që mban armë do paguajë akciz 10-11% ekstra. Për kamionet e renda do ketë një akciz 9% për mirëmbajtjen e autostradave, për nga pesha që kanë, si një kategori, dhe parashikohet një akciz ose një taksë gjelbër mjedisore, e cila do të varjojë varet nga niveli ndotjes që do të aplikohet. Po do jetë e përballueshme dhe e logjikshme. Pra kjo do jetë politika për sa e përket aksizës, që besojmë është një politikë drejt që nxit sipërmarrjen dhe krijon të ardhura të denja edhe për institucionet, edhe për shtetërore dhe lokale dhe për shoqërinë, për investime publike. Faleminderit profesor, pyetja tjetër është me çfarë taksash do të përballen bizneset? Kjo është e rëndësishme për bizneset edhe do të dëgjoj me vëmendje. Po një kategori tjetër e taksave është taksa që do përballen bizneset. Këtu flasim për mënyrën se si do të trajtohen bizneset. Neve ekonomistët bazohemi në 2 analiza të thella për sa e përket politikave fiskale dhe strategjive dhe politikave të tatimit. Kemi të ardhurat publike, financat publike dhe financat private. Financat publike mbahen nga kontributi i financave private. Financat publike kanë përgjegjësi të mirë menaxhojnë të gjitha të ardhurat që gjenerohen nga tregu privat, që i treguam edhe nga të ardhurat mbi pag, nga tatimi mbi pag, edhe nga tatimi mbi fitimi i bizneseve. Përgjegjësia e qeverive dhe institucioneve është që financat publike të mirë menaxhohen në të mirën publike, në të mirën e qytetarit. Synim ka ngritjen e mirëqenies së qytetarëve, të popullsisë dhe mirëmbajtjen dhe përmirësimin e infrastrukturës për një jetesë të denjë dhe mirëqenie të lartë. Nga ana tjetër kemi financat private, që janë bizneset, të cilët operojnë me synim profitin, fitimin. Pra, këtu kemi 2 paralele. Financat publike është përgjegjësia e mirë menaxhimit për të mirën publike, jo fitim prurëse. Nga ana tjetër kemi financat private, të cilat kanë si synim profitin, fitimin. Dhe shteti këtu duhet, të dy jemi aleat, të 2 palët. Shteti duhet të përdorë një politikë tatimore, një politikë financiare të tillë që bizneset
të nxjisë sipërmarrjen, të kenë taksa të përballueshme, reale, në mënyrë të jenë të deklarueshme, rregullisht në institucionet shtetërore për të aplikuar politika sociale për mirëqenie të lartë. Pra, ne përqasim sipërmarrjen biznesin, tregu privat si një aleat partner serioz. Dhe shpallim një program dhe një platformë taksash, e cila e nxit sipërmarrjen, duke marrë parasysh që neve shqiptarët, në ADN-n tonë, jemi sipërmarrës, sepse ajo që kufizon një individ sipërmarrës është guximi për të ndërmarrë risk me synim fitimin. Neve shqiptarët kemi guxuar shumë në jetën tonë, pra është pjesë guximi jo në ADN-s tonë. Dhe duke patur parasysh që jemi guximtar dhe kemi shpirt sipërmarrës, neve si qeveri teknike, si Parti Shpresa Demokrate, dëshirojmë të kemi një skemë tatimore, kaq të lehtë, kaq të kuptueshme, kaq të qartë, sa që sipërmarrja ta vetë kalkuloj, ta ndjej që është e drejtë për ta nxitur sipërmarrjen që të zhvillohet më tej, dhe jo se si sipërmarrjes t'ia vështirësojmë aktivitetin në mbledhjen e të ardhurave pa na interesuar zhvillimi i saj. Jo, këtu e përqasim si partner të dy palët. Prandaj dhe kemi menduar një skemë tatimore të tillë me shumë lehtësira dhe vetë menaxhueshme. Skema tatimore që neve, reforma tatimore që do lançojmë, do jetë gjitha automatizuar dhe vetë menaxhuar dhe nga individi dhe nga institucioni, nga biznesi. Është përgjegjësia e tyre është të kuptueshme skema dhe përgjegjësia e tyre të deklarojnë, të derdhin kontributet. Nuk është, do jetë e tillë reforma, sa që nuk ka nevojë të inspektohet nga inspektor të ndryshëm, gjë që rrit transparencën, eliminon marrëdhëniet klienteliste të institucioneve me bizneset dhe eliminon edhe fenomenet e korrupsionit. Prandaj ne po shpalosim një reformë fiskale e cila e nxit ekonominë, e nxit zhvillimin, është e drejtë dhe e vetë menaxhueshme nga palët që do të tatohen. Ata do vetë deklarohen. Në rast se institucionet shikojnë që dikush nuk kontribon, se çdo gjë do jetë e automatizuar, e digitalizuar, atëherë institucionet do ta vizitojnë për një konsultim për të parë nga afër për të vlerësuar situatën. Pra, dëshirojmë një reformë të drejtë, e cila do nxjisë sipërfare duke eliminuar marrëdhëniet klienteliste dhe marrëdhëniet e korrupsionit. Prandaj edhe taksat që shpalosen të ndryshme që lidhen me sipërmarrjen dhe kjo e cila ka të bëjë me tatimin mbi fitim të bizneseve, neve kemi menduar që bizneset të cilët do kenë fitim të pastër vjetor deri në $50.000, do kenë zero taksa, nuk do tatohen. Duhet të theksojmë këtu që ky fitim neto është gjeneruar mbasi janë zbritur çdo lloj shpenzime. Do pranohen edhe shpenzimet e familjes dhe personale. Çdo lloj shpenzim mund të deklarohet, ata që kanë aktivitet sipërmarrje. Pra, $50.000 të ardhura vjetore për biznesin neto nuk do tatohen. Mbi 50.000 kemi krijuar një skemë e cila besojmë është shumë e drejtë dhe përveç skemës mbi të ardhura për korporatat e mëdha, të cilat vendosin që një pjesë të fitimit neto, nëse nuk e investojnë, nëse do ta reinvestojnë, do kenë lehtësira, nëse një pjesë vendosin ta shpërndajnë si dividende, dividendet do tatohen përsëri me 11%. Dhe një iniciativë shumë e rëndësishme për bizneset është që çdo kush i cili do ndërmarrë një iniciativë të themeloj një biznes, në vitin e parë të operimit të themelimit të paguaj zero taksa si një masë mbështetëse për të sprovuar veten, për të marrë veten në treg që ai të kaloj në një biznes fitimprurës në të ardhmen, për ta mbështetur. Atëre, profesor, jo pak e rëndësishme është dhe pyetja tjetër që vjen pas, çfarë skeme do të përdoret për tatimin mbi pronat? Po, një taks tjetër në reformën tonë fiskale do jetë edhe tatimi mbi prona, ku pronë do konsiderojmë gjitha pasuritë e palujtshme, përfshirë shtëpia, apartamente, toka, objekte
ndonjëherë edhe pajisje. Neve kemi përfshirë në programin ton, qeveria teknike do të zbatoj një taks 2% në shitje, në vlerën e shitjes. Pra, taksa mbi pronë do jetë 2% mbi vlerën e shitjes. Kjo është një taks lokale që do i paguhet qeverive lokale, bashkive që neve kemi sot. Dhe kjo taks, përse paguhet ky 2% mbi pronë, paguhet për të marrë disa shërbime qytetare të cilat kanë të bëjnë me vendbanimin e tij, se aty ku banon ka pronën. Shërbimet lokale si arsimi, do ketë arsim falas, që nga çerdhet kopshtet deri te arsimi i mesëm. Falas. Policia, shërbimet e policisë falas, sepse me modelin e ri qeverisës me kushtetutën amerikane, neve edhe policin, shefin e policisë që themi sot, ose marshallin në aspektin amerikan, prokurorin, gjykatësin, shumë nga këto pozicionet të rëndësishme për të operuar shoqëria jonë, do t'i zgjedhim ne vetë qytetarët. Prandaj, edhe këto taksa do shkojnë për pagesën e këtyre shërbimeve, siç është arsimi, policia, infrastruktura komunale që janë kanalizimet e ndryshme, beturinat, pra në këtë taks 2% vjetore e pronës që zotërojnë, do paguhet në kamata mujore, thyje në muaj, dhe do shkoj për gjitha këto shërbimet komunale që neve na ofron bashkia aktualisht. Pra, për shembull, nëse zotërojmë një pronë 50.000 euro, 2% që është 1.000 euro në vit. Pjesëtim për 12 vjet, diku është më pak se në 10, mbi $10 në muaj, që neve do duhet të paguajmë varësisht nga vlera e pronës. Pra, me këtë pagesë, ne do të mbulojnë të gjitha këto shpenzimet që do të marrim nga në nivel vendor, nga qeveria vendore. Kjo është për sa i përket tatimit mbi pronë. Ndërsa për kategorinë e fermerëve, bujqeve dhe blektorëve, nuk do të aplikohet taks mbi tokat, mbi pronat që zotërojnë, për arsye që të mbështetet aktiviteti i tyre i fermës. Neve duam këtë kategori për nga rëndësia që ka në kontributin e total prodhimit të brendshëm bruto, ku kontribojnë rreth 20% të gjithë prodhimit, neve dëshirojmë të mbështesim këtë kategori, duke marrë parasysh që edhe rreth 60% e tokave të punueshme dhe kullotave janë në shfrytëzim. Pra, ne do të mbështesim fermerët dhe blektorët të zhvillojnë aktivitetin e tyre si fermer, me qëllim që të arrijmë 100% e tokave bukësore dhe blektorale në Shqipëri të jenë të punueshme. Dhe këtë do të realizojmë duke u lehtësuar atyre edhe pagesën e çmimit të naftës, i cili nuk do të kaloj me shumë se 30 cent për litër. Përveç subvencionimit e çmimit të naftës, të karburantit, neve do të mbështesim edhe me fara të cilat garantojnë rendiment të lartë. Këto fara do të sigurohen nga bankat e farave ndërkombëtare, të testuara, të cilat japin mundësi për një rendiment të lartë në prodhim. Gjithashtu do të mbështesim edhe blektorët duke subvencionuar ose duke u bler raca të tilla të kafshëve që garantojnë rendiment të lartë, qoftë në mish, qoftë në qumësht, ose në lëkur, ose dhe në produktet e tjera të kafshëve. Gjithashtu do të mbështesim këtë kategori të fermerëve, bujqet dhe blektorët, me të gjitha ato pajisjet, makineritë e nevojshme, që të arrijë të punohet 100% e tokës në Shqipëri, për garancia që ka ky sektor primar, dhe përveç subvencionimeve, neve synojmë që me gjithë këtë mbështetje që do ofrojmë këtij sektorit, të arrijnë ata të rrisin rendimentin e tokës së punueshme, që kthyeshmëria e saj
të arrijë nga 1 në 2 herë në vit të prodhoj, dhe pse jo në disa raste edhe 3 herë në vit të kemi rendiment të tokës së punueshme, të tokës së mbjellë. Janë strategji, teknika, taktika perëndimore me fara të ndryshme dhe me infrastrukturën e ndryshme që arrin që toka të prodhoj deri dhe 3 herë të kthej brenda në vit. Pra, për garancia që ka, neve fermerët dhe blegtorët do të mbështesim me të gjitha këto politika. Okej, profesor, dhe pyetja e fundit dhe për ta mbyllur për sonte është jo pak e rëndësishme për sa i përket taksës së automjeteve. A do të ketë ndryshime dhe si do të përllogariten ato? Po, një taks tjetër në reformën tatimore do jenë edhe taksat e automjeteve të cilat ndryshojnë me shumë lehtësira, ashtu siç kanë qenë edhe taksat e tjera që prezantuam më herët. Edhe në këtë kategori, për taksat e automjeteve, do të paguhet një taks 6% në çmimin e blerjes. Ti kur e blen një automjet, do të paguash vetëm 6%, asgjë tjetër. Është vlera që taksa që do paguash. Pastaj kemi taksën ose tarifën e regjistrimit të targave, që do ta paguajmë një herë në 3 vjet targat. Dhe ato do të variojnë nga 30 deri në $70, pavarësisht tipit, modelit e makinës. Dhe do paguhen një herë në 3 vjet, jo çdo vit. Jo, për shembull, nëse një makinë e blejmë dhe targat kushtojnë 30 euro ose dollar, pjesëtim për 3 vjet i bie $10 në vit. Në vit, Në taksë simbolike në regjistrimin për targat. Një taks tjetër do jetë vjetore, taksa e librezës së makinës, për qarkullim, e cila jo do renovohet çdo vit, duke paguar një taks vjetore $50 në vit. Okej? Dhe një taks tjetër, e cila do paguhet për automjetet mbi 10 vjet. Ato automjet që janë mbi 10 vjet, nga viti i prodhimit, data e prodhimit, ato do të paguajnë një taks $70 në vit për efekte mjedisore. Dhe sa i përket lëvizjes në autostradat me pagesë, parashikohet një taks për autostrada për udhëtim mbi 100 kilometra distancë, por autostrada konsiderohen ato që kanë 3 korsi në vajtje dhe 3 në ardhje. Pra, aktualisht, neve në Shqipëri nuk kemi një autostradë të tillë. Pra, që do thotë, do kemi 0 taksa për qarkulluar në rrugët tona në autostradat. Në rast se do të ndërtojmë një autostradë me standarde perëndimore që aplikohet kudo, një autostradë të tillë, dhe do udhëtojmë mbi 100 kilometra distancë, atëherë do përllogaritet në atë kohë një taks simbolike për të udhëtuar në këtë autostradë. Aktualisht nuk do të kemi. Kjo për sa i përket edhe taksës automjeteve, e cila është lehtësuar dhe janë reduktuar shumë taksat. Janë lehtësuar dhe qytetarët edhe bizneset. Atëherë, për ta mbyllur, profesor, të falenderoj pamas për të gjitha shpjegimet eksakte që bëre dhe besoj se do të jenë kuptuar dhe mirë kuptuar nga i gjithë populli që e ka dëgjuar. Unë ju falenderoj dhe duke përmbyllur dëshiroj edhe një herë ta ritheksoj. E kuptuam të gjithë, besoj, nga analiza e grafikut të parë, që është një masë matëse për të gjitha qeverit, për të gjitha shtetet, për të gjithë ekonomistët dhe ekspertet e fushës, dhe sidomos në këtë dekadë që kemi hyrë, që është dekada objektiva globale. Raporti palmareshju që unë prezantova në slajdin e parë, në hyrje, na tregon që neve sot përjetojmë një pabarazit të thellë në shpërndarjen e të ardhurave ekonomike financiare në shoqërinë tonë. Pra, na tregoi grafiku të dhëna ndërkombëtare, që janë burim për çdo shtet, që aplikohet, që ekziston një shtres me të ardhurat të larta në Shqipëri, që është 10% i popullsisë, sipas raportit statistikor Palma, të cilët zotërojnë 3 fish pasuri sa
40% që popullsisë së shqiptarëve me të ardhurat e ulta. Kjo është një pabarazi shumë e thellë. Dhe është një burim i krizave sociale nëse nuk e trajtojmë afatgjat, është një peshë që nuk e përballon më shoqëria, se u bën 3 dekada nga grafiku që e pam, dhe është duke u thelluar, nuk është duke përmirësuar. Prandaj dhe është më së nevojshme një reformë e tillë, e cila do të rishpërndaj të ardhurat në shoqërinë tonë, dhe mendyra më e mirë është në rritjen e të ardhurave të shtresës me të ardhurat të ulta, pra rritja e pagave, që do shkojë në $1.200 e patatueshme për të gjithë, dhe do të rritet tatimi tek shtresa me të ardhurat të larta, duhet të tatohen më shumë me qëllim që të ekuilibrojmë shoqëria jonë. Për garancia që ka, sepse sot anë banë botës ekzistojnë rreth 45 konflikte të hapura në shtetet të ndryshme, në shoqëritë të ndryshme. Dhe të gjithë kanë një burim, të gjitha këto konflikte, kur ne në për konferencat e ndryshme ndërkombëtare me ekspertë të fushës, edhe me zyrtarët e Kombeve të Bashkuara dhe të qeverive të ndryshme diskutojmë, të gjitha këto konflikte kanë si burim pabarazit ekonomike dhe sociale të shoqërive dhe të shteteve. Pra për garancia që kanë, dua ta përmbyll, është më së domosdoshme që ne të zbatojmë një reformë të re tatimore, të rishpërndajmë të ardhura denjësisht, të rrisim të ardhurat pagat, që njerëzit të jetojnë denjësisht, të jetojnë të rrisim mirëqenien e tyre, dhe të kenë një tepris, të investojnë dhe të jetojnë të lumtur bashkë me familjen e tyre brenda shtetit tonë dhe më gjerë edhe dhe me kufit natyror sipas programit. Edhe një herë, duke e përmbyllur profesor, të uroj gjithë të mirat, faleminderit për të gjitha çka i shpjeguat, dhe populli shqiptar mezi e ka pritur këtë program, dhe besoj se nëpërmjet shpresës demokrate, kjo do bëhet realitet së shpejti. Unë ju falenderoj për kohën. Edhe unë gjithashtu, e shifemi në programin e radhës. Faleminderit.